i jap fjalën e nderit se në rast se guxon të sulmoj këtë seli, selitëve ti gjurmë nuk do të gjej. I them Edi Ramës, është mundimi madh për ne të përmbajmë qytetarët dhe sulmet e tyre ndaj selive të krimit. Pa ata janë të gatshëm në çdo moment për t'i bërë ato të paqena. Me tim të drejt për drejt, kjo ishte deklarata e Berishës në mbyllje të mitingut të fundit që zhvilloi këtë fundjavë dhe duket se klima politike po kalon në ekstremitet, është tensionuar jashtëmase. Përse, zoti Qori? Po, është e pashmangshme që klima politike tensionohet, sa kohë skandalet korruptive po bëhen më të shpeshta dhe më të thella. U prek edhe pak më herët këtu, korrupsioni tani, efektet e korrupsionit po dalin shesh. Nuk është thjesht vjedhje 20% apo 30% në një tender. Nuk është thjesht grabitje, që të fut dikush dorën në xhep edhe të merr 1% të caktuar të ardhurave tua. Korrupsioni ka arrit në atë pikë sa që po degeneron shteti. Dhe shenjat e degenerimit të shtetit janë gjitha këto bllokime, rrugësh, tunelesh që rrjedhin ujë, urash që janë në prag të shembjes. Ma kujtoj mirë, shoferi i televizionit tuaj rrugës, kujtoj diçka shumë interesante për bllokimin e Juglindjes. Se unë i thash, është izoluar çereku i Shqipërisë. Ai më tha me drejt, jo vetëm çereku i Shqipërisë, thot, por ai është një korridor që nis nga Bullgaria, Maqedonia, një korridor ekonomik që nëse nuk përdoret, jo, ajo është via Egnatia, nëse nuk përdoret, ka efekte perandorin lindore me perëndimore romake. Ekonomike afatgjata. Pra sa më izoluar 1.2 miliard në vit vetëm ajo rrugë. Po këtë po them, sa më shumë të jetë jashtë funksionit e rrugë, aq më tepër efektet ekonomike do të shkojnë edhe në të ardhmen. Se ata që e përdorin deri më sot tonë pritë se ky shtet nuk ka besueshmëri. Ky shtet të bllokon rrugën dhe ne nuk mundet që ekonominë tonë ta lidhim me problemet e një shteti të tillë. Po mendoja përsëri. Imagjinoni, ne jemi në kushte paqe, po imagjino të jemi në luftë, nëse bota, situata ndërkombëtare po agravohet. Po ne armiku me një bombë na nxjerr jashtë funksionit. Jashtë funksionit na nxjerr gjithë katërën e vendit me një bombë. Me një bombë, ta e ura aty që është prishur, na nxjerr jashtë funksionit gjithë katërën e vendit. Me 3-4 bomba mbetet kryeministri izoluar në unë e lamës nuk e ka përcen dot. Do kupton, do ta ka përcen me vrap. Pra, ky është shenjë e degenerimit të shtetit. Mata në Urës janë një 10-ra, qindra kështu makinat mëdhaja që janë bllokuar në 4-5 ditë dhe sa më shumë të rrinë, rrugë gjyqësore do të jekin ata. Sa më shumë të rrinë, aq më tepër ata do fillojnë të mendojnë që pse të shkojmë në portin e Durrësit. Hajde shkojmë në një port tjetër që ka efekte për ekonominë e Shqipërisë. Do të ketë efekte afatgjata. Graviteti ka kaluar te porti i Tivarit. Problemi është që kur shteti shndrohet në sipërmarrje plaçkitse, kur lidhet klienteliste, zëvendësojnë institucionet, kur në punësi i shtetit, në vend shkoj të kontrolloj urën, detyrë kryesore ka të bëj votat për partinë pushtet, këtu do vim. Këtu do vim, sepse korrupsioni nuk është vetëm vjedhje. Latinët, kur e kanë shpikur termin korrupsion, do të thotë kalbje. Është kalbje institucioneve. Dhe ne po e shohim tashmë edhe në infrastrukturën tonë, se cilat janë efektet e kësaj kalbje. Kështu që detyrimisht në një situatë tillë ka tension politik. Në radhë parë ka tension nga qytetarët. Unë jemi përdit mes qytetarëve në fushatën që kemi nisur për të mbledhur firma për të çuar disa projektligje në kuvend për të shtrënguar, po themi, darën e luftës kundër korrupsionit, dhe të gjithë qytetarët që takoj janë të revoltuar, janë të indinjuar me atë që po thotë. Dhe e krahasoj me një vit më parë, me 2 vite më parë, me 3 vite më parë, intensiteti dhe niveli i indinjatës është në rritje. Dhe sigurisht kjo do të prodhojë dhe tension politik. Pastaj është çështje tjetër, aktorët politik si e interpretojnë këtë tension. Sepse kur del Sali Berisha dhe thot, unë do luftoj korrupsionin, një njeri normal thot, prit more se ti e zotri, i e veti akuzuar për korrupsion. Që korrupsion do luftosh ti? Qofse del përfaqësuesin protesti Partisë Ilir Metës, që thot, e kemi Nelson Mandela, që na ka futur diktatura, institucionet diktatoriale na kanë futur në burg, ti pastaj nuk ke më reputacion dhe legjitimitet politik dhe moral për të udhëhequr një kaos të tillë. Pra, tensioni
që është i pashmangshëm, do duhet të kanalizohet në mënyrë produktive, protesta qytetare, me greva në qoftë se ka mundësi të punëtorëve, me studentët që dalin rrugë, sepse, si që thot populli ynë, vjen një moment që nuk mban më ujë pilafi. Nuk mban më ujë pilafi. Okej. Ky është një sistem që ka arritur në pikën ku nuk ka më kthim pas dhe o do na zër brenda ne, ose ne do ta heqim qafën. Regjia, ju lutem më lidhni me zotin Lapaj. Vazhdojnë aty tek kryeministria, zoti Lapaj. Mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Vazhdon protestën pa ndërprer aty apo e bën kështu me... Protesta vazhdon, sigurisht që unë ka momente tashmë që lëviz, sepse edhe aktiviteti politik vazhdon. Kam qenë dje në Piacenza, ku kam zhjuar një aktivitet me ekipin ton aty dhe po vazhdojmë dhe me strukturimin, ndërkohë që grupi qytetarëve të cilët janë të angazhuar në këtë protest, vazhdojnë 24 orë në 24. Tani, kthehemi tek protesta që bëri partia më e madhe e opozitës. A është e përligjur ajo skenat me Molotov? Më bëjnë një pyetje që ka lidhje me këto që bëjmë ne. Unë nuk jam analist politik, jam kryetari i partisë tretë në vend. Qartë, të kuptova. Doja të, po, qëndron linjë, po, se ka zylëftari një pyetje tjetër. Adriatik, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Pyetja që kam unë është dhe sa do të vazhdoni ju këtë protest dhe a keni një objektiv afat shkurtër, afat mesëm, afat gjatë për të realizuar? Falenderoj shumë për pyetjen. Protesta po shkon drejt ditës së 80 dhe është një protest që është mbajtur pa ndalim, kanë në themel të saj reagimin popullor dhe bashkimin e qytetarëve përballë asaj që sot është qeveria më e korruptuar zyrtarisht e Europës. Ne në këto 70 e kusur ditë kemi realizuar 4 protesta të mëdha, të cilat kanë ardhur duke u rritur, ndërkohë në datën 1 mars kemi thirrur protestën e 5, që besojmë do jetë edhe më e madhe se këto që kemi bërë. Dhe keni parasysh që janë njerëz të lirë të cilët vinë jo me lista apo jo me organizime nga ato të kohës vjetër. Janë njerëz dhe qytetarë që vinë dhe marrin mundimin vet. Në këtë drejtim, protesta këtu është e organizuar ditë për ditë pa ndalim dhe një herë në 2 javë organizohet protestë e madhe që synon rritjen e numrave. Ne kemi jetuar në një vend ku është përdorur historikisht një shprehje çudia më e madhe zgjat 3 ditë. Kjo protestë ka eksaktësisht këtë qëllim, ta luftoj këtë shprehje dhe çudia më e madhe nuk po zgjat më 3 ditë. Hajdutëria me në krye Belinda Baukun nuk po kalon dot me një skandal tjetër, sepse ishin mësuar që një skandal e mbyllunin me një skandal, por protesta synon që këtë plagë ta mbajë të hapur dhe pa ndalim dhe synon që pse jo të çojë drejt një zbritje të madhe në shesh të gjithë faktorëve, të cilët e kanë seriozisht luftën kundër Edi Ramës. Ne kemi thënë, betejë duhet jetë e qartë. Dorëheqja e kësaj qeverie, organizimi i zgjedhjeve parakohshme pas 12 muajve me një qeveri tranzitore të përbërë nga intelektualët më të mirë dhe një paket reforme zgjedhore për të imponuar proporcional kombëtar me lista të hapura që më në fund në këtë vend këtë garë. Faleminderit. Unë kuptova mes rreshtave që ju mendoni që betejë, protesta e Partisë Demokratike nuk është aq e sinqertë apo nuk është e fokusuar apo nuk është pse ju nuk bëni bashkë me ato protestë? Ju jeni dëshmitar i organizimit të një forumi intelektualësh, të cilët bën ftesë për një bashkim të organizatave të shoqërisë civile, qytetarëve intelektual të angazhuar në jetën publike, partive politike, për një front të gjerë proteste dhe dakordësie për reformë zgjedhore përballë këtij pushteti. Ne nuk thamë jo në mënyrë kategorike, sepse bëjmë pjesë të ato forca politike të cilët nuk mendojnë që jemi qendra e botës, por nuk i paragjykuam këta intelektual, këtë grupim qytetar është angazhuar, por vendosim kushtet tona, ndër të cilat e para, bashkimi i madh në shesh në një protestë 24 orë, në 24 pa ndalim, deri në rrëzimin e kësaj qeverie. 2. Bashkimi të gjithë faktorëve opozitar për një propozim draft kodi zgjedhor me proporcional kombëtar me lista të hapura, një zonë zgjedhore 140 deputet.
Së treti, forumi i qytetarëve, organizatave, partive politike të organizohet në shesh si një formë transparence përballë gjithë pushetit të bunkerizuar të Edi Ramës, dhe e katërta, përjashtimi nga ky forum, pra i kryetarëve të partive që do të thotë të mbajnë nivel të përfaqësuesve të tjerë për të mos e paragjykuar këtë angazhim. Ne mendojmë që Partia Demokratike aktualisht është partia e dytë në vend, se nuk e them do tu dhe as e mohoj dot, janë numrat ato që tregojnë, por kjo parti nuk po sillet në raport me luftën me Edi Ramën në mënyrën se si do duhet ta bënte. Do duhet që deputetët e saj, do duhet që drejtuesit e saj të shpaunin luftë politike pa kompromis me Edi Ramën dhe të ishin në shesh pa ndalim deri ditën që kjo qeveri. Ç'të bëjmë shumë ai paralajmëroi kërcënoi se do t'i djegë elitë e Partisë Socialiste. Pikërisht, nuk bëhet kjo me zjarr. Se me zjarr çimentohet pushteti i Edi Ramës. Edi Rama atë do që të hidhet molotov e zjarr, sepse do që t'i tregoj partnerëve ndërkombëtar që ja ku shpritet dhe kërkon që të vijë, ja si është opozita e këtij vendi, ja këta që duan të kryejnë destabilitet, dhe popullatës i thotë që më mirë rini të varfër edhe t'u vjedhim ne kaq sa u vjedhim, se sa të vi koha e 97-s, e kohë të errta, e kohë lufte, e kohë flakësh, e kohë molotovi. Pikërisht ajo është rruga që nuk duhet. Rruga që duhet është qëndresa. Rruga që duhet është përballja, demaskimi, pandalimi i pushtetit këtu. Okej, të lutem qëndroni linj, zoti Qori. Ju përse nuk i bashkojni kësaj qëndrese, këtij fronti, si mundet t'i vëmë çfarë emri të duam? Ose me zotin Lapaj, ose me zotin Berisha, ose me të dy bashkë? Po e nis nga gjëra që kanë vërtet rëndësi, domethënë. Çka u tha deri tani për mua është e parëndësishme. Le të merrim çik me zotin Berisha, sepse është një ftesë e përsëritur nga Sali Berisha për gjithë faktorët politik opozitar në vend, ka vite që hidhet për të krijuar një front përbashkët opozitar. Dhe përgjigjja e Lëvizjes Bashkë ka qenë gjithmonë jo, një jo morale, një jo politike. Ne nuk u vëm kushte hajdutëve, ne distancohemi nga hajdutët, i luftojmë politikisht hajdutët, sigurisht në radhë parë hajdutët që janë pushtet, sepse kanë shumë më tepër dëm edhe përgjegjësi, por nuk do i lejojmë kur vetes të kompromentohemi me të gjithë ata që e meritojnë të jenë burg bashkë me Ramën, Ballukun, me oligarkët e me shumë çka tjetër. E dyta, ideja jonë për të dalë nga kriza është që përmes protestave shoqëria i imponon parlamentit shkarkimin e Ramës ose Ramës dhënien e dorëheqjes, dhe kjo si një ndeshje boksi ku kundërshtari bie në knockdown, ti duhet sa më parë t'i japësh goditjen e dytë për ta nxjerrë knockout. Dhe kjo goditje e dytë në kundërshtrimin ton janë zgjedhjet e parakohshme urgjentisht. Çdo ide për qeveri teknike, pavarësisht qëllimeve të mira, që mund vinë dhe nga naiviteti, ose qëllimeve të këqija që vinë nga bëjmë dhe në plaçk si këta tjerët, do të thotë praktikisht do të thotë bashkëqeverisje Rama-Berisha. Dhe po u avare ujgjve mbëlqit në qafë, po i dhe mundësi Edi Ramës të mbijetoj duke bashkëqeverisë me Berishën, siç fundja kërkon dhe vetë Berisha, praktikisht jo vetëm i ke hedhur një kamardare shpëtimi nga mlefi popullor, por u ke mundësuar Ramës dhe Berishës që t'i prishin ligjet akoma dhe më keq se që kanë prishur. Tu mundësosh të vënë dorë në reformën drejtësi, tu mundësosh që zbashku ta bëjnë akoma dhe më keq kodin zgjedhor, akoma dhe më keq reformën territoriale. Këto janë qëndrimet e Lëvizjes Bashkë, jemi duke punuar dita ditës që të bindim shumicën e shoqërisë për drejtësinë e tezave tona dhe strategjisë tonë. Okay. Lapaj? E para konstatoj një lloj qasje në komunikim që nuk i shkon një pedagogu, e cila nuk e nderon, gjithsesi, sa i takon argumentit politik. Në lidhje me argumentin politik, unë kam këtë qasje. E para njerë, unë dhe kushdo që ka dy paremënd në këtë vënd, nuk mund t'i thot shqiptarve që 500.000 njerëz që kanë votuar Partinë Demokratike në zgjedhjet e kaluara janë korruptuar, janë njerëz me cilët nuk duhet bashkëpunuar dhe janë njerëz të cilët nuk mund të kenë të drejta politike në këtë vend. Jo, demokratët e ndershëm të këtij vendi janë njerëz me të cilët duhet bashkëpunuar dhe janë njerëz të cilët meritojnë respekt, sepse janë njerëz që duam apo s'duam ne, sot
përfaqësojnë një mendim të caktuar politik. Dhe Shqipëria e ka nevojën për ndryshim sot, jo në vitin 2080. Një përgjigje nëse kemi bërë, ne të lutem ta mbaroj se unë nuk ndërpreva një. Ne e kemi bërë të qartë. Nuk ka bashkëpunim me leadershipin e asaj partie, por patjetër bashkëpunim me qytetarët në opozitë dhe me demokratët e thjeshtë të këtij vendi dhe njerëz të ndershëm ka dhe duhet të ketë, sepse duhet një front i madh qytetar përballë kësaj të keqe e cila na kërcënon sot. Zgjidhja duhet sot, jo në vitin 2080. E para. E dyta, në lidhje me argumentin për qeveri për zgjedhjet parakohshme. Unë nuk thash në asnjë rast qeveri teknike. Nuk e kam thënë kurrë. Unë kam thënë gjithmonë në emër të këtij ekipi qytetarësh, qeveri tranzitore e përbër nga intelektualet më të mirë përtej partive politike, pra që nuk janë antar partish. Që do të thotë, ne na duhet më të mirët që kemi përtej partive, t'i marrim për të krijuar një qeveri tranzitore me një mandat 12 mujor, ku të gjitha partitë politike të dakordësojnë për të dhënë mandatin që të bëjnë reformë zgjedhore në një drejtim të caktuar, që është proporcional i kombëtar me lista të hapura, që të ketë më në fund garë. E dëgjova parafolsin dhe tha që nuk mund t'i japësh në dorë, t'i varësh ujë ku të mëlqit në qafë, pra po të krijohet një qeveri teknike me Edi Ramës dhe Sali Berishës, që ne nuk e kemi thënë këtë, është më e rrezikshme se sa të lësh Edi Ramën që të organizojë zgjedhjet. Pra po të shkojmë në zgjedhjet parakohshme tani, ku zgjedhjet i organizoi Edi Rama dhe ministrin e brendshëm ta drejtoi Edi Rama dhe buxhetin e shtetit ta firmosë ta ketë në dorë Edi Rama dhe drejtoritë e përgjithshme si Aluizni, Emerad, ti ketë në dorë Edi Rama dhe legalizimet ti shpërndaj Edi Rama, firmat e ndërtimit lejet ku jap Edi Rama, që ka më e thjeshtë dhe më e kollajt se sa qeveria tranzitore që kërkojmë ne e përbër nga njerëz përtej Edi Ramës dhe Sali Berishës. Nuk e kuptoj dot se si që ka më e sigurt një qeveri e drejtuar nga Edi Rama që të zhvillojë zgjedhjet parakohshme. Zgjedhjet e parakohshme me Edi Ramën kryeministër e nxjerrin Edi Ramën me më shumë mandate se sa ai ka sot, sepse Edi Rama e ka luftë për jetë vdekje dhe para do të derdhen lum dhe krimi organizuar në mbështetjen dhe kujdesin e Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit do të dalë e do të bëjë vot masivisht dhe t'i lësh Edi Ramës zgjedhjet e parakohshme duke i organizuar ai vetë, është krimi më i madh që mundi bëjmë ne atë dheu ton që do e djeg përfundimisht opozitën e këtij vendi dhe reagimin qytetar. Ne jemi për një qeveri tranzitore përtej Edi Ramës dhe Sali Berishës dhe tani është momenti që të gjithë ta imponojmë këtë lloj qasje. Sa i takon faktit që qytetarët kanë reflektuar, shiko, mirë është që duam qytetarët, po nganjëherë është akoma më mirë t'u themi të vërtetën. Dhe e vërteta është që pak muaj më parë, vetëm 4 muaj më parë, kishin zgjedhjet parakohshme në 6 bashki, në 5 bashki. Dhe në këto 5 bashki, ku të gjithë ishim dhe në atë kohë nën debatin e korrupsionit të madh që ndodh në këtë vend, Edi Rama, si kryeministër, fitoi në Vlorë me 80%, në Tepelen me 83%, në Berat me 80%, në Cërrik me 75%, në Burrel me 75%. Tani, mund ta di unë çfarë ka ndryshuar në këto 4 muaj që do ndodh ky transformim i madh me Edi Ramën zgjedhje, mos ta bëjmë në monolog, don që të lutem. Do ta jap prap fjalën, po do të flasi dhe zoti. Flas dhe zoti Qori. E mbarova. Tani kemi zgjedhje, normalisht duhet të ketë zgjedhje të parakohshme në Bashkinë Rogozhin, se është dënuar kryetari, apo jo? Po. Normalisht. Po. Tani unë hedh një sfidë sot, them të gjithë këta që mendojnë që Edi Rama mundet, duke qenë ai kryeministër dhe të ketë zgjedhje aty poshtë sot, dhe populli ka reflektuar në këtë farë pike, janë të gatshëm, ne jemi të gatshëm të lëmë terrenin e lirë dhe në Bashkinë Rogozhin të na provojnë se si mundet Edi Rama. Sigurisht që populli do ta e kuptova idenë. Qëndron në linjë dhe dëgjojmë zotin Qori. Jo, po duhet ta mbaroj, të lutem, duhet ta mbaroj. Sigurisht që populli do të ndryshojë. Sigurisht që populli ishin neveritur me këta. Sigurisht që qytetarët e këtij vendi do votonin kundër këtyre. Por kjo do të ndodhte në kushtet e një realiteti tjetër politik, në kushtet kur bandat veprojnë në territor, në kushtet ku njerëzit kërcënohen për bukën e gojës,
në kushtet ku këta e kanë jetë vdekje sot që të tregojnë që ende votojnë, të jeni të bindur ju që ky është edhe më i egër, edhe më i ndyrë, edhe më i ashpër se sa ka qenë deri më sot. Okej. Arlin? Nëse munde me qetësinë që e kërkon momenti, unë nuk jam miting këtu, kështu që do përpiqem të flas qetë. Zgjidh regjistrin që të duash, që e i lirë. Jam me njerëzve që më dëgjojnë, Po. kanë edhe interesin të më dëgjojnë, kështu që nuk kam arsye. Zoti Qori, Nuk kam arsye Zoti pse Qori bërtas. është në kushtet e ngrohtësisë. Mëso etikën e komunikimit, nëse ka mundësi më le të flas. Zoti Qori, Mbajti fjalim çerekore, të dëgjova. Zoti Qori Nuk mund është të në me kushtet e interes, ngrohtësisë. sepse nuk e kam interesin, por të lutem më lejo të flas pak me gazetari, nëse nuk të intereson përgjigja ime, mos e dëgjo. Por më pyeti gazetari, më lejo, Zoti Qori, se atë ndryshe mos më citon mua. dëshmon që s'kan edukuar mjaftueshëm, kështu që është Mos më problem. përmend, lere A ka edukatë, mundësi mos më të përmend. mbaroj argumentin, nëse Nuk ka mundësi nëse merresh me mua. ruaj Merru me argumentin jo me edukatën dhe mua. etikën në komunikim. Unë të dëgjova, Dhe një herë, më dëgjo. Mos u merr me zënin tim se unë jam në Të kushtet e lutem, sheshit të lutem, dhe në kushtet e nëse ka sheshit, mundësi në të kushtet e parashtroj sheshit, idetë e mia. unë nuk jam njësoj si në Sepse studio. ka rëndësi besoj për ata që na dëgjojnë që të mësojnë qëndrimin e lëvizjes bashkë për situatën. Po, Tani. mund të vazhdosh. Faleminderit që ma dhe leje. Zotëria parafolës tha që ne nuk mund të injorojmë, tha, 500.000 votuesit e Partisë Demokratike, duke justifikuar kësaj bashkëpunimin me Partinë Demokratike, jo thjesht me votuesit, se me votuesit janë të hapur të gjithë. Çdo parti është e hapur për votuesit e partive të tjera. Pra, për të justifikuar bashkëpunimin me Partinë Demokratike, që do të thotë me Sali Berishën, pavarësisht se mund të fshihet sa duash mbas gishtit, argumenti ishte kjo parti ka marrë 500.000 vota, po unë ju kujtoj që Partia Socialiste ka marrë edhe më shumë vota, dhe sipas këtij këndvështrimi do duhej që zotëria të shkonte të bashkëpunonte edhe me Edi Ramën, siç vajti të bashkëpunoi bashkëkryetari i koalicionit të tij, Endri Shabani, ose një tjetër që donin ta fusin lista, edhe emëroi Rama drejtor, ky ish deputeti i Peqinit. Pra argumenti që kjo parti herën e fundit ka marrë kaq vota dhe kjo për ligj bashkëpunimin me strukturat e korruptuara dhe pashmangshmërisht korruptuara kësaj partie nuk shkon logjikisht, nuk shkon moralisht. E dyta, ti mund të duash të qeverisë edhe babagjyshi viti 3. Mund të duash edhe 12 shenjtorët të zbresin nga qielli, edhe t'i bëjmë 12 ministra, edhe të vëmë edhe një krye shenjtor në krye të qeverisë. Po këto janë dëshira në erë, sepse nuk mundet që një parti të emëroj ministrat, kryeministrit, të bëj biografin, të vendos emrat, të vendos strukturën, të përcaktoj dhe ligjet që do bëj kjo qeveria ashtu quhet tranzitore, pa kuptuar që votat në parlament për ta miratuar në këtë qeveri, kush i ka? Kush do e votoj këtë të famshme qeveri në parlament? A do e votoj Edi Rama me Sali Berishën? Për pasoj do ta kontrolloj Edi Rama me Sali Berishën. Këtë lloj qeverie që përmendi zotëria e kemi provuar në 2017. Vajti Lulzim Basha me idenë që do marrë ministrin e brendshme, do marrë këtë, do marrë atë, edhe mori pastaj rezultatin më të ulët historik të Partisë Demokratike në zgjedhje. E treta, të krahasosh zgjedhjet e pjesshme në Rogozhin me zgjedhjet e përgjithshme në kushtet ku shoqëria ja imponon shumicës qeverisë të shkarkoj kryeministrin ose imponon dorëheqjen e kryeministit, do thotë mos kuptosh asgjë nga politika. Po e them edhe një herë, qofse ne arrim të kemi fuqinë ta rrëzojmë Ramën, Rama duhet goditur menjëherë me zgjedhjet parakoshme dhe do të bjerë nga pushteti. Partia Socialiste, nëse ka zgjedhjet parakoshme, nuk e ndërron dot 71-shin. Kush thotë që Partia Socialiste po pati zgjedhjet parakoshme do fitoj 90 apo 100 deputet, jo vetëm nuk kupton që nga politika, po ka një nënçmim të hapët ndaj shoqërisë. Të mendosh që shoqëria shqiptare do të votoj sot mbasi është bërë mullar skandali korruptiv i Ballukut, i Ramës, i gjithë tjerë Jakshit, do të thotë ta përçmosh dhe të mos kesh minimumin e besimit te kjo shoqëri. Unë shoqërisë shqiptare i besoj, prandaj merrem me politikë. Mundem? Po. Jo. Shiko, unë nuk kam bashkëpunuar me Sali Berishën se di që jam këtu vetëm në shesh edhe sa herë vjen kam ikur. Për respekt edhe atyre qytetarëve
po zoti Qori këtë javë ka bashkëpunuar me Sali Berishën. Ndoshta nuk e ka parë, po zoti Qori ka votuar një ligj që ka propozuar Partia Demokratike këtë javë. E dini apo jo? Cilin ligj, Anjer? Cilin ligj? Po, zoti Qori këtë javë ka votuar, përfaqësuesi zoti Qori, ka votuar një projekt ligj të paraqitur nga deputetja zonja Jorita Tabaku, që ishe një ligj i propozuar nga një deputete e Partisë Demokratike. Edhe? Edhe? Ja pra ke bashkëpunuar me Partinë Demokratike. Ja t'ja përgjigje zotrisë. Po. Deputetja e Partisë Demokratike ka marrë copy-paste programin e lëvizjes bashkë për statusin e minator, me cilin ne kemi mbledhur mira firma vite më parë, ka propozuar në parlament statusin e minatorit, dhe ne e kemi detyrim moral, politik, qytetar, që në qoftë se vinë propozime si statusi minatorit e minimumi jetik, ne do votojmë për to, sepse jo se besojmë tek ai që i propozon, po se besojmë tek parimi. Tek parimi dhe tek programi. Për statusin e minatorit, ne jemi të gatshëm të votojmë ore qast edhe sikur dreqi vetë ta propozoj, sepse janë 10 mijëra minator që kërkojnë dignitet, që kërkojnë të mbyllin ato pak vite që ju ka mbetur, të gëzojnë pension në tyre, dhe zotria ka një deputet në parlament që merr 3 milionë ca lek rrogë dhe nuk paraqitet në punë, dhe nuk mban një fjalim, dhe nuk voton për statusin e minatorit, apo për tjera ligje që i duhen shoqërisë shqiptare. Pra në vend që zotria t'jap llogari se për çfarë shkon rroga e deputetes ti, na kritikon ne, pse kërkojmë, veprojmë, protestojmë dhe votojmë dhe do të votojmë përjetësisht pro statusit të minatorit, sigurisht duke dhënë propozimet tona, duke bërë amendimet tona, se për ne politika është në radh të parë për faqësim i interesave, shtresave më të vuajtura dhe më të shfrytzuar të shoqërisë, ndërkohë që strategjia e Partisë Zotrisë është që të futemi në qeveri me Edi Ramën dhe Sali Berishën, pra me njerëzit e tyre, me ide naive në rastin më të mirë, se ata nuk do t'i hanë mëlqit, dhe me planin më ugurzin në rastin më të keq, që të bëjnë plaçk një lloj si ujqit e vjetër. Ne nuk kemi nevojë për ujq të rinj, ne kemi nevojë për njerëz që përfaqësojnë me dignitet të drejtat dhe interesat e qytetarëve. Mundem zoti Babaramo? Po, kthej përgjigje. Tiku një sekond, Tiku. Pra jo të lutem, pastaj me kënaqësi, të lutem. Pra zoti Babaramo, për një kauzë që zoti Qori e beson të drejtë, është i gatshëm t'i bashkoj votat dhe me Dreqin, tha. Pra dhe me Sali Berishën sipas tij, se ai e konsideron Dreq. Për kauzën e minatorëve dhe është një gjë shumë e mirë. Po, dhe unë jam pro kauzës minatorëve, edhe pse ne do ta çojmë vetë një projekt ligj, sepse besojmë që duhet bërë pak më ndryshe se ai që ishte çuar. Se nuk mjafton thuash statusi minatorit, po duhet formuluar edhe si duhet. Çfarë propozimi shtesë ke? Na thuaj tani, çfarë propozimi shtesë ke për minatorët? Ja, do ta them unë. Me që ke studiuar. Më lër ta mbaroj. Këtë minatorëve që të lutem, çfarë ide shtesë ke? Më lër. Në raport me qëndrimet e partive tjera. Ti ishe i kulturuar. Jo, po të pyes, nuk po të marr fjalën, po të pyes, po të ndihmoj të sqarosh opinionin publik. Do ta them unë. Po mos gënje. Do ma thuash. Zoti Qori, po lere pra, do ta them unë, pa merak, tani më dëgjoj këtu tani. Zoti Qori, për një kauzë që ai e beson, është i gatshëm t'i bashkoj votat dhe me Dreqin. Dhe unë po them, për një kauzë më të madhe se ajo e minatorëve, që është kauza për Shqipërinë, që është kauza për demokratizimin e vendit, për ndryshimin e kodit zgjedhor, për rrëzimin e Edi Ramës, nuk mundet të ecet me ego, po duhet një bashkim i madh qytetar për ta rrëzuar këtë kancer, sepse kauza e minatorëve nuk ka asnjë vlerë sot, se Edi Rama ka është të bësh sikur, të vesh të votosh me sikur, është të vesh të votosh me sikur. Po më ndjek? Dëgjohem? Po, dëgjoj. Pra, kauza e minatorëve është shumë e rëndësishme, por është një kauzë që përfaqëson një pjesë të vogël të popullsisë në raport me të gjithën. Ne na duhet të gjithë bashkë të shtojnë kauzën e rinisë që po ikën nga ky vend,
të shpëtojmë kauzën e fermerëve që po përmbyten e po shkatrojnë biznesin e tyre, të shpëtojmë kauzën e pensionistëve që po ngelen me pensione të mjera, të shpëtojmë kauzën e spitaleve të sëmurve që nuk kanë ilaçe, dhe për këtë kauzë të madhe, që është kauza e popullit shqiptar, nuk mund të mendojmë vetëm për partinë, se si rritet partia jonë, po duhet mendojmë për Shqipërinë. Ndaj është koha për një bashkim të madh, te ideologjisë, te ndarjes partijake, për ta rrëzuar Edi Ramën dhe për të sjellë një ndryshim të madh dhe për ta demokratizuar Shqipërinë. Kjo është arsyeja se unë nuk kam kompleks për të thënë që i gjithë populli opozitar, nga spektri majt deri te spektri djathtë, duhet bashkë kundër hajdutit Edi Rama dhe klasës më të korruptuar që ka sot Shqipëria në pushtet. Për minatorët nuk më dha përgjigje, më premtoi që do më jepte çfarë sugjerime shtesë kishte për minatorët. Nuk e di. Gënjeu edhe në këtë rast, nëse mund të vazhdoj vetëm diçka. Duhet bëjmë një dallim midis votës në parlament, që janë vetëm 3 opsione. Pro, kundër ose abstenim. Nuk ke mundësi tjetër të bësh diçka në parlament. Dhe në momentin që ka një ligj që ti besoj që është i drejtë, ti ke detyrën politike të votosh pro. E dyta, sa herë unë dëgjoj për akuzën që unë kam ego, i kujtoj gjithmonë ati që më akuzon. Unë jam kryetari një partie parlamentare që ka fituar një deputet dhe nuk është vetë deputet, sepse ka zgjedhur t'jap një shembull që partia nuk është në funksion të njeriu, ndërkohë që zotria ka bërë një lëmë shtë ka trashtuar gjitha dhe votues të vetë dhe ka bërë familjaren e vetë deputete. Dhe zotria tani ka guximin moral të flas mua për ego. Ai i cili bëri lëmsh dynjan e tradhtoi ata njerëz që e kanë votuar partinë apo koalicionin që drejtonte dikur, jep tani leksione moraliteti duke pranuar, po them edhe një herë, të bëj strategjitë përbashkët, të ketë qëllimet përbashkëta dhe veprimet përbashkëta me njerëz që e kanë vendin burg, që janë Edi Rama, Sali Berisha apo Ilir Meta. Kush bashkëpunon sot me Berishën dhe Metën, se ka për gjë fare që nesër të bashkëveproj dhe të bashkëpunoj me Ramën. Janë ata që nuk e kanë problem korrupsionin, po si thoshte ky personazhi i famshëm në rrjetet sociale, kanë problem fakti që nuk vjedhin dot vet. Kam përshtypjen. Të lutem zoti, të lutem, më fal, Vençi, dhe pak të lutem, dhe pak. Tha zoti Qorri, edhe unë i bëj sfidë publike. Tha zoti Qorri që Adriatiku ka vendosur të afërmen e vet deputete në parlament. Unë e sfidoj zotin Qorri, nëse ai vërteton që zonja Ana Dajko ka lidhje me mua deri në brez të 7, unë triqem nga politika. Po nëse kjo që the është gënjeshtër, ti duhet kërkosh falje publike, zotri. Ana Dajko nuk është e afërmja ime. Vërtet, po çfarë është? Pa fat ju i do vendosi familjarë që të keni besim tek ta. Kush është atëherë? Dhe njerë, mos gënje para popullit. Ana Dajko, unë nuk kam bërë biografinë ty, po të gjithë thonë që është tezja juaj. Tani na sqaro, se vetë ke thënë që do vëmë familjarët në lista për pas më shumë besim. Çfarë është zonja? Ti je kryetar partie. Çfarë është zonja? Më thuaj. Kushuria e kujt është? Halla e kujt është? Tezja e kujt është? Nëse nuk është zgjodhja e kujt është? Më dëgjoj mua këtu. Po kujt është? Do të bëj, nuk do të bëjmë ti historinë e familjes. Ti je kryetar partie dhe kur dele flet, nuk mund të flasësh me çfarë thot populli lart e poshtë patronazhistët e Edi Ramës. Po kjo është era parë që po e mohon më që e ke teze apo ku di unë çfarë. Është era parë që po e mohon që se ke familjare. Para e thuaj çfarë ke. Ty duhet të peshoj fjala dhe unë po të them, po të sidoj. Çfarë ke? Se keni thënë do vëmë familjarët tanë se nuk kemi besim te shokët e partisë dhe të koalicionit. Tani zonja Dajko, familjare e kujt është? E kujt është? Mas qartë. Dhe një herë, po të shpjegoj. Ne listat e mbyllura donim t'i diqnim sepse nuk pranonin të garojnë me listë të mbyllur si shtiu rendit e i pajtë. Është një debati e zauruar, Adriatik. Kjo e listat e tabullat mbyllura, si i vut konflikti juaj me... Zoti Babaramo, të lutem zoti Babaramo, se jam nga sheshi dhe nuk dëgjohet mirë Po, përmblidhet lutem dhe ta mbyllim të debatin këtu. E mbylla, tha që e afërmja ime, pra gjasme tezja ime është bërë deputete. Unë po të them, Ana Dajko nuk ka lidhje gjaku me mua dhe në brez të 7, zotri. Tezja ime, quhet Surela Brahimaj, dhe Surela ka punuar në një furbuke dhe rrit 3 fëmijë me dinjitet, dhe këta i bjen qaf nga mëngjesin dark, sepse ky vend funksionon me bandet e lloj raporti me zonjën Dajko, nuk keni asnjë lloj raporti familjar. Atëherë kujt është? Pse është aty? Pse është para listë? E tha deri në brez 7. Të sfidoj.
Nëse ti vërteton, nëse ti vërteton, që Ana Dajko ka lidhje me mua dhe në brezpështat, unë triqe nga politika, në kundër, kërko falje, ke shturp, kërko falje. Se kërkoj falje, që ju keni vishur veten duke mashtruar votuesit e koalicionit tuaj? E te kalojmë të për te asaj të cilës unë sinqerisht më vjen keq. Tani duhet të pyes, po dëgjoj se pyetjet i bëj unë këtu, avokat, lutem. Thjesht do të të kthehemi tek tema që kam anuncuar don, tek protestat. Tek protestat dhe përdorimi i lëndëve piroteknike. Don të dyja palët akuzon Partia Demokratike, thot donë që policia me e thuj, me e gazlotësia. Po shkel ligjin se po e gazlotësia se tjera, ndërsa këta thonë donë që po përdor. Ka një betej proporcionale përsa i përket marrëdhënies së protestës. Në qoftë se do i futesh të analizosh se si bëhet një protest, çfarë do të japësh, do të presësh përgjigje. Po. Me vjen kjo është një logjike. Po të dyja palët janë drejtën e vet apo jo? Shiko, jo nuk janë të drejtën e vet, sepse që të vesh me lëndë piroteknike dhe të hedhësh molotov uniformave të policisë, sepse askush përveç policëve nuk dëmtohet në atë protest. S'kemi parë në ndonjë gjë tjetër. Askush nga politikanët nuk është dëmtuar. As Rama, as tjetër. Problemi është që jemi në kushtet që duhet përdorur me seriozitet marrëdhënia e atyre lëndëve të cilët hedhin, më duket jo. Tani dikush tjetër mund ta quajë normale këtë protest. Unë s'kam parë asnjë protest të bëhet nga politika në tërë botën, se vetëm këtu bën politika protest, në asnjë vend të botës nuk del politika. Ku ndalohet bëj politika? Politika nuk bën protest të hedhje të merret në këtë lloj forme. Në këtë lloj forme, në Paris shikon fermerët, shikon ku diun, grupet e interesit, kamionistat, etj. Po kur parlamenti bllokohet, siç u bllokua sot për shembull, në Këshillin e Imuniteteve. Shrugingelet do në opozitës që të mos dalë në rrugë. Më kupto, jemi se protestohet kur nuk ka zgjidhje. Dhe kur zgjidhje nuk e japin institucionet, atëherë ku duhet të ketë? Çfarë do dalin tani të bëjnë të hedhin lëndë plasë se kujt ja hedhin atë? Ja hedhin policëve. Okej, gjejmë avokatin tjetër. Zoti Hoxha. E kemi lidh zoti Hoxha. Unë besoj. Të dyja palët po akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të ligjit. Ka tejkalim të ligjit të së drejtës nga cila palë, apo se cila palë është në drejtën e vet? Ja, unë besoj që të dyja palët më tepër protestuesit dhe organizatorët, duke hedhur jo vetëm lëndë piroteknike, por edhe lëndë të cilat sigurisht rrezikojnë realisht jetën e punojësve të policisë së shtetit dhe ato të cilat edhe u sekuestruan pak kohë përpara, një javë apo 10 ditë përpara, ishin tepër të rrezikshme për jetën e punojësve të policisë së shtetit. Pra nuk jemi më me një molotov të thjesht, por edhe me kapsolla të cilët e detonojnë pa e shpërthejnë dhe realisht punojësit e policisë së shtetit mund të humbasin jetën. Sigurisht janë 3 apo 4 vepra penale të cilat kanë të bëjnë jo vetëm me goditje për shkak të detyrës, por edhe plagosje të rënë me dashje mund të ketë ose deri fatmirësisht nuk ka pasur humbje të jetëve njerëzore. Dhe dhuna policore është proporcionale në raport me atë që e ka krijuar atë. Dhe në rastin e 20 janarit ka qenë shumë herë më pak se protestuesit kanë qenë duke hedhur gurë dhe 4 qytetarë kanë humbur jetën fatkeqësisht dhe 10 të tjerë janë plagosur. Pra fatmirësisht ngjarje të tilla nuk duhet të përsëriten dhe të gjithë punonjësit e policisë së shtetit, të cilët në raport me ligjin procedurial, por edhe me ligjin për tubimet, por edhe me ligjin për policinë e shtetit, e tejkalojnë dhunën e cila është e justifikuar. Pra dhunë e justifikuar konsiderohet ajo dhunë e cila është e nevojshme për të zbrapsur një veprim të padrejtë, real dhe të çastit që kryhet nga një protestues ose nga një grup protestuesish. Dhe patjetër që personat të cilët ushtrojnë dhunë policore duhet të përgjigjen sipas ligjit penal për shpërdorim detyra apo për vepra të tjera penale. Dhe më pas pak dashur që të kalojmë në politikë, ashtu siç e tha kolegu Petra dhe unë bashkohem me të, asnjë prej politikanëve të lartë apo edhe këta të ekselencës që ai përmendi nuk është dëmtuar dhe punonjësit e policisë së shtetit janë ata dhe kameramanët në disa raste
janë ata personat të cilët janë dëmtuar dhe unë i bëj thirrje jo vetëm organizatorëve, por edhe ata që marrin pjesë aktive me veprime të kundërligjshme, që ta mendojnë se mbi të gjitha policët janë qytetarë të Republikës së Shqipërisë, punojnë aty për një pagë për të mbajtur familjen dhe asgjë tjetër. Dhe sigurisht që në pushtet nuk vihet me protesta të dhunshme, vihet me votë popullore. Nuk jemi nga ajo që thoshte Roko Toxha, të falenderoj që ishte 5 pyetje sot. Zyrtar? Ju faleminderit juve. Shiko, një aksion politik bëhet bazuar mbi qëllimin që ti ke. Dhe Partia Demokratike sigurisht është në drejtën e vet të protestojë. Çështja është që me shtimin e kësaj akteve, po themi të dhunës, se nuk mund t'i quajmë akte dhune, por është një sulm drejtuar ndaj policisë, sepse nuk është se ka akte dhune në qytete etj etj. Cili është qëllimi final që do të realizojë? Pra, protesta duhet të jetë masive, shumë mirë, paqësore etj etj, se nuk është se fitohet pushteti me këtë sjellje. Përveç se tregon në mendimin tim një lloj dëshpërimi për gjendjen ku është opozita, për mungesën e armëve të tjera që kanë në dorë për të rrezikuar mazhorancën, kështu që mendoj që sjellje e tillë duhet të reduktohet. Pastaj policia është në të drejtën e vet, sigurisht që përdorimin e gazit lotësjellës që e futi ish ministri Sander Leshi do ishte mirë të mos përdorej, sepse dëmton jo vetëm protestuesit të fajshëm, të pafajshëm etj etj, po mendoj që dëmton edhe shumë aktorë tjerë, siç janë banorët e pallateve afër kuvendit, ose besimtarët në xhami që ishin duke kryer ritet e tyre. Pra, përdorimi i gazit, unë mendoj që nuk është shumë i lejushëm. Po si është përvoja evropiane, si është përndahen turmat, sidomos kur janë agresive? Mendoj që nuk në raste shumë ekstreme përdorin gazin lotësjellës, me aq sa kemi parë, përdorin ujin me presion etj etj, po jo gazin lotësjellës. Shikon, po të shikosh protestat të cilat bëhen, sepse unë i qëndroj përsëri asaj të cilës thash, që në qoftë se një nga këto partitë të cilat bëjnë protesta, për shumë kemi Arlindin, kemi Adriatikun. Në qoftë se do të ishte një nga ato molotovët, unë të garantoj, apo do të vepronte me lëndë piroteknike, ashtu si çesh atje, të garantoj që vetëm ajo protest përmbledh nga 15 vepra penale. Ajo aty që shikon. Ti numëroj një nga një, po dësh. Ti jap një nga një. Lëndimi i punojësve të policisë me lëndë plasëse është vepër penale. Plagosja, djegja, tjera. Ekzistoj në ringje, është një kiçën që bëjnë shfaqje. A ke parasysh që duhet atje sigur vriten është dhe për femra dhe për meshkuj, popullor në Amerikë, po për adoleshentët, sepse kujtojnë sigur po bëhet nami atje, që zihen, shahen dhe në fund fare po ti shikosh kur mbarojnë. Që dikur është marrë dhe Donald Trump. Dalin në konferenca shtypi dhe nuk ju ka lëvizur as llaku i flokëve. Dhe kemi dhe ringjet e peshave të rënda, që shkojnë deri në knockdown edhe ndonjëherë dhe vdesin. Këta tani ne kemi të njëjtët protagonistë që ne tani debati më kot, më propagandistik i tangos Rama Berisha është ky, domethënë që u hodhën molotovët, u plagosën, këta u plagosën ata. Pse? Sepse ky është kiç. Kurse ne këta i kemi parë, këta e kanë ngritur vetë stekën, të njëjtët protagonistë, në të dy kahat, edhe brenda në përgodinat qeveritare, edhe jashtë, edhe duke urdhëruar policin dhe duke sulmuar policin. Do të thënë, ne jemi të dy gazetar të vjetër, shumë të vjetër bashkë me Zyllon. O vlla, në 14 shtator, kërciste antitanku, më këton t'ja po ja. Në 21 janar janë plagosur mbi 100 polic, ju vinte çurk gjaku nga gurët, nga shkopinjt, nga tjerë. Dhe të dy kanë qenë në kahet të ndryshme, ose brenda dhe pasaj kërciti dhe kallashi, dhe ngelen 4 veta. Për çfarë mund të flasim neve? Për të njëjtët protagonistë që rinë përballë me njëri tjetrin, kur i kanë ngritur stekat e dhunës ndaj policëve apo dhe dhunës ndaj institucioneve deri në atë pikë sa që mua këto e di si më duken, këto më duken
E ke parasysh, me skenar, 3 fjalime, 3 molotov. Tani jemi 35 vjet parë me fjalë. Dhe përse ndodh kjo? Ne duhet të analizojmë çfarë ka këtu. Çfarë ndodh? Njëri ndjek populli, një jo, as protesta. Po mirë, çfarë shembull japin këto protesta sot? Po ja pra do ta tregoj, të thash tango. Mos më merr me ata të dy. Po merr shembullin se jemi në orën e edukatës këtu në Shqipëri. Po çfarë shembulli japin? Si shembulli që je Belinda, që vjedh në mes të ditës. Ja çfarë shembulli. E ke kapur ti? Tani, jo më me të gjithë, e ka kapur spaku më por se si ka punë. Tani, çështja është kjo. Po më lër ta mbaroj pra. Po çfarë do e shembull ta dash shembullin. Tani, çështja është kjo Baba Ramo, që këta e mbajnë vendin në një dy polaritet për t'ju thënë gjithë shqiptarëve që këtu dhe kur ka paqe, për shembull marrëveshje për kodin zgjedhor, e bëjnë këta të dy. Dhe kur ka vot të përbashkët për bordin e paqes, dhe u kujdes Edi Rama, po ta vësh re, para Trumpit u kujdes ta theksonte, se çfarë rëndësie kishte, t'ia theksonte Trumpit, se imagjinoj Trumpi ka rrezik pyet 7 herë në ditë kush është Shqipëria, na ngatron me atë me Armenin. Dhe i tha Trumpit që dëgjoj, ne erdhëm këtu me votat e Pikërisht më dogje pyetjen. Me votat e vizita që pati në Washington DC, i dha oksigjen për luftën e brendshme politike Ramës apo jo? Fare, i dha oksigjen për militantët e vetë ose për këta për të fituar ko fare, zero oksigjen. Edi Rama, po nuk e mbarova analizën o Baba Rama, se s'kam folur njerë. Edi Rama do të kaloj të kjo tjetër, doja të trajtoja këtë të brendshme. Bëjnë dhe diellin të dy, dhe pastaj thonë tani ne jemi dhe shiu, dhe do të shuajmë këtë shiu të nxjerrim prap diellin me këto molotovët. Gjithë historia e këtyre të dyve është kjo, që këta nuk duan asnjë lloj protagonizmi tjetër, sepse këtu një opozit që bën këto lloj protestash, okej, dakord, po nesër. Mbaron protesta, thonë po nesër, po tani, dhe thot ai qeveri tranzitore. Okej, qeveri tranzitore, mund do ti, çfarë ka mundur Sali Berisha që kur është rikthyer? Ka mundur Lulzim Bashkë, dhe madje prap me dhunë, se mban me në 8 janarin, vajtën aty mos kishte ndërhyrë ambasada amerikane, do ishin vrarë demokratët me njëri tjetrin, dëshmor atje të gjithë, se dhe policia Edi Rama i la kastile. E dyta, ka mundur Saljanin, ka mundur këta të vegjlit thonë jam më i madh se këta që sapo u zun, Edi Ramën më vllai, mund do të ti, edhe sikur ti ke Edi Ramën Partinë Socialiste, jo, e di pse se mund do të se ka sistemin të ngritur. Dhe kjo opozit nuk e zë në goj sistemi, nuk thot njerë për kodin zgjedhor Sali Berisha, të thot për një projekt, qoftë dhe afat shkurtër, të thot, o vllai, qeveri tranzitore okej, po do ta bëjmë kodin zgjedhor, po si do ta bësh kodin zgjedhor? Do ta bësh prapë siç e bëri Damiani me Bylukbashin, kok po kok atje, do mbyllësh listat edhe do eliminosh këta. Ti u marrësh këta i votojnë, votat i numërojnë ata. Dhe kur vjen puna, të gjithën këtë e mbajnë në një situatë të tillë. Dhe e fundit fare, e vetmja gjë që kanë arritur këto protesta, Baba Rama, ka qenë një hona ndërkombëtare, e cila i ka bërë një shërbim të madh, se mediat e mëdha kanë folur që bëhen për korrupsionin, për ballukun edhe për këto e tjerë, por ka dhe një autogol. Por ama në 3 rreshtat e fundit, ne që jemi gazetar profesionist, përdorim backgroundin, për çdo lloj artikulli profesionist kanë ardhur dhe korrespondent, dhe backgroundi këtyre mediave të mëdha është protestat, kryeministri akuzohet për korrupsion, organizatori i protestave gjithashtu është në gjyq për korrupsion. Dhe gjitha e xheron. Kemi kaluar minutazh. I dha oksigjen vizita në Washington DC? Jo, nuk besoj, sepse problemi Ramës është në radh parë me shoqërinë shqiptare, dhe gjithnjëherë shumë njerëz janë të bindur që jo vetëm janë hajdut, po kanë tejkaluar çfarëdo lloj caku, dhe dyta me institucionet e drejtësisë, dhe duket që institucionet e drejtësisë nuk po stepen. Ajo vlen vetëm në një gjë, që hedh poshtë këtë budallëku që janë ngritur PD-ja para ca muajsh, që do ta merrin ato komandot po e qartë. Po këto janë dëmet që vazhdon t'i bëj PD-ja opozitarizmit në Shqipëri, se pyet edhe pak më herët për punën e protestave të dhunshme të PD-s. Unë kam përshtypjen që PD-ja provon dhe riprovon disa herë të provokojë 21 janar të dytë. Pra, përmes akteve të dhunës, ta detyroj pushtetin të shtjerë me pushkë, të ketë një dëshmor dhe pastaj një lloj si Rama të përdor dëshmorët për të ardhur në pushtet. Problemi që Rama nuk bie në këtë gracë. Vetëm deri tani nuk ka rënë në këtë gracë, dhe në moment që ai nuk bie në këtë gracë, problemi qëndron tek ta që lëshojnë zjarr edhe gjuajnë me gur më shumë se sa ata që janë në pushtet. Dhe me që jemi te 20 janari, nuk e dia kemi zotin Lapaj akoma
Po, nuk e di, regjia është... Po doja shumë se e kam dëgjuar para ca kohësh, dhe po ishte këtu do doja t'ja bëja si pyetje, e kam dëgjuar para ca muajsh që deklaroi diku që sipas tij plumbat me cilë janë vrarë protestuesit në 20 janar e 2011-s nuk kanë ardhur nga armët e shtetit. Këtë gjë herën e fundit ka thënë Berisha në ato ditët mbas 20 janarit dhe kurrë mas Berisha nuk e ka thënë. Ja ta dëgjojmë përgjigjen. Pra çfarë ka shtyr zotin Lapaj të bëhet më berishiste se Berisha dhe thotë që protestuesit në 20 janar nuk janë vrarë me armët e shtetit, që lët kuptoj që kanë vrarë njëri tjetrin. Me që të lutem dua ta di si e ka zbuluar këtë Xhevajer. Përgjigja është shumë e thjeshtë. Unë e kam luftën me Edi Ramën, Arlindi e ka luftën me mua, çfarë të them. Jo, të lutem jep përgjigje kësaj pyetje, se për mua është shumë e rëndësishme. Qofse janë vrarë me armë të tjera nga armët e shtetit, atëherë Sali Berisha është komplet i papajshëm, garda është komplet e papajshme, dhe i ka vrarë Edi Rama dhe ta çojmë Edi Ramën në burg edhe për vrasjen e demonstruesve në 20 janar. Pra të lutem mas sqaro këtë publikisht. Ku e di ti nga kanë ardhur plumbat? Dhe si e thua me autoritet të gjë, kur as Berisha nuk e thot më? Kam sqaruar me ndryshe nga zoti Qori që bashkëfolësit i nënvlerëson, edhe pse nuk ka asgjë për të vlerësuar veten. Unë e kam njerëzimun dhe qytetarin që ta dëgjoj edhe i përgjigjem. E kam sqaruar me zot të punës dhe sigurisht që ne jetojmë në një vend të vogël edhe informacioni që unë kam pas ka qenë nga një prej familjarëve të që me ç'duket duhet të jetë ndryshe, nuk ka thënë vërtetën, nuk i fare. Po ti je kryetar partie, mos ti del publikisht e thua plumbat e 20 janarit nuk kanë ardhur nga shteti, do të kesh përgjegjësi për ato që thua. Është shumë e rëndësishme, nuk je duke bërë muhabet kafeneje. Dhe nuk ka nevojë që sqaron ti me familjarët, sqaro opinionin publik. Ku e di ti nga erdhën plumbat e 20 janarit? Okej, që thua që nuk ishin nga armët e shtetit, kaq. Se kemi kaluar dhe kjo është një temë. Po ta mbaroj unë tani. Zoti Lapaj, një fjali të lutem se kemi kaluar me 6 minuta kohë. Dhe jam borxme edhe me zotin Bregu. Po. Fjalia është shumë e thjeshtë. Arlind Qori e ka luftën me Adriatik Lapën. Unë si Adriatik e kam luftën me Edi Ramën dhe nuk do t'i ndaj me Edi Ramës deri ditën që trozohet. Kaq është përgjigje. Vizita e zotit Rama në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është se kishte ndonjë vlerë të rëndësishme. Fjalimi i zotit Rama ishte fjalim i bukur dhe tregon që zoti Rama me atë fjalim i është kthyer simbolikës së nacionalizmit, bashkëpunimit me Kosovën e tjerë, që siç duket nuk është shenjë mirë që i ka punët mirë me aleatët. E para. E dyta, kjo vizit nuk është se do ta shpëtoj nga këto sherret e brendshme, sepse problemin e ka shumë të madh, si thua është ajo shpreha elefantin mes shtëpisë. Problemin e ka me zvendës kryeministrin, me integrimin në BE, me dialogun politik, me tensionimin e klimës politike në Shqipëri, kështu që nuk është se i ka shkuar në një. Dy rreshta, do them. Vetëm një fjalë lutem se kemi kaluar çdo limit. Nga Arlindi dhe nga Tiku. Po leta takoj shikueshit se çfarë. Më mbarove ti? Po. Edhe një herë, për te retorikës që kanë këta me njëri tjetrin, ajo që mua po më vjen keq që gjithë këtë debat që këta e konsumojnë për shembull me njëri tjetrin këtu, përderi ideologjive, unë do të isha shumë, do ndjesha komod të shikoja bashk në atë aksion të cilët... Po s'duam, ne nuk i bëjmë do të bashkë me zor. Ushqim me zor nuk bëjmë do. Shiko, edhe njerë, një parlament... Ky ishte emisioni për sot, duke falënderuar gjithë të ftuarit, ju uroj natë e mirë të gjithëve.